Stafi i panevojshëm i ambasadës amerikane në Bagdad do të evakuohet nga Iraku për shkak të rreziqeve në rritje lidhur me sigurinë. Lajmin e kanë bërë të ditur burime qeveritare amerikane, pas zërave se Izraeli po bëhet gati të kryejë një operacion në Iran. Kjo është edhe arsyeja pse shumë amerikanëve u është këshilluar që të largohen nga rajoni i lindjes së mesme. Zyrtarët thanë se nëse skenari realizohet, atëherë ka shumë gjasa që Republika Islamike të hakmerret ndaj subjekteve amerikane në Irak. Burimet shtuan se Washingtoni ka rekomanduar edhe kufizimin e lëvizjeve të stafit amerikan në shtetin e Izraelit. Të dhënat e fundit vijnë pasi bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për programin bërthamor kanë hyrë në ngërç në ditët e fundit. I dërguari amerikan për lindjen e mesme, Steve Witkoff, po planifikon ende mbajtjen e bisedimeve me përfaqësuesin e Teheranit ditën e diel. Witkoff do të takohet me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi në Maltë. Vetë presidenti Trump një ditë më parë u tha gazetarëve se qytetarët amerikanë ishin këshilluar të largoheshin nga rajoni, pasi sipas tij ai mund të bëhet një territor i rrezikshëm në ditët e ardhshme. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, tha Trump.